Në kuadër të sezonit turistik veror, Policia Rrugore e Korçës vijon kontrollet dhe monitorimin e shtuar në të gjitha akset rrugore të qarkut, me qëllim parandalimin e aksidenteve, menaxhimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë rrugore. Për monitorimin e lëvizjes së mjeteve po përdoren dron, radar dhe automjete inteligjente, ndërsa kontrollet janë përshëndruar në respektimin e rregullave të qarkullimit dhe evidentimin e shkeljeve. Gjatë javës së fundit, në kuadër të këtyre kontrollave, një drejtues mjeti është arrestuar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ndërsa një tjetër është proceduar penalisht për drejtim të mjetit pa leje drejtimi. Gjithashtu, 607 drejtues mjetesh janë dëshkuar administrativisht për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Numri më i lartë i masave administrative lidhet me parakalimet e gabuara dhe ndalimin apo pushimin e automjeteve në kundërshtim me sinjalistikën rrugore. Gjithashtu janë konstatuar shkelje për mosvendosjen e ripit të sigurimit dhe kaskës mbrojtëse, mos respektimin e këmbësorëve në vendkalime, si dhe drejtimin e automjeteve nën efektin e alkoolit. Policia Rrugore bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset e qarkut gjatë gjithë sezonit turistik, me fokus të veçantë në rrugët me fluks të shtuar të lëvizjes. Drejtuesve të mjeteve u bëhet apel të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit, të shmangin shpejtësinë dhe manovrat e rrezikshme, si dhe të tregojnë kujdes të shtuar për të kontribuar në parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë në rrugë.